Specialistë për hetimin e trafiqeve të paligjshme në drejtorinë vendore të policisë në Korçë ekzekutuan urdhrin e prokurorit për ndalimin e shtetasit në kërkime zë 28 vjeç banues në Ponçar Devol. Gjykata e Apelit i jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë, me vendimin e datës 16/7/2025, ka vendosur për këtë shtetas dënimin me 2 vjet e 10 muaj burg për veprën penale ndihmë për kalim të paligjshëm të kufive të kryer në bashkëpunim. Shërbimet e sektorit qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasit FT 55 vjeç banues në Ersek, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. AT 45 vjeç banues në fshatin Rauf Kolonj, pasi u kap duke drejtuar automjetin po në gjendje të dheur. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë në Korçë arrestuan flagrant shtetasin MP 35 vjeç banues në Dishnitz Korçë, pasi u kap nga shërbimet e policisë jashtë banesës, nga e cila kishte dalë në kundërshtim me vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë, që i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Ky shtetas dyshohet gjithashtu se ka përndjekur një 33 vjeçare. Gjithashtu, specialistët referuan materialet në prokurori ku vlen procedimi penal për shtetasin RF 35 vjeç banues në Korçë, pasi dyshohet se ka vjedhur 4 koshere bletësh në oborrin e banesës së shtetasit FB.